Mirëmëngjesi. Si jeni more trëndafila me ves? Shumë mirë. Si yje? Shumë mirë. Jemi afër heshtjes zgjedhore? Po. Ka lajme më të rëndësishme edhe nga bota. Po, sigurisht. Ka. Jemi në një vend dhe themi mirëmëngjes nga një vend i cili përballon shumë gjëra. Bravo i qoftë Shqipërisë tonë, Tiranës tonë që përballon shumë gjëra. Më listo për shembull. Një të fundit për shembull, bllokimi i çdo rruge të mundshme. Po e kemi tek titujt, edhe do t'i listojmë të gjitha rrugët që janë bllokuara sot. Jo, kanë hequr dhe trotuaret ku të kalojmë, bie të kalojmë te rruga e makinave. Pikërisht dhe shpresoj shumë në fakt që gjatë ditës së sotme ne të kemi mundësinë të mbrim në shtëpi, të paktën ne që jemi në punë të ikim të paktën në shtëpi. Ne çfarë nuk i kemi jetuar. Prandaj thash, do të thënë tsunami çfarë. Do bëheni dhe gati sepse gjatë javës tjetër, për gjatë 3 ose 4 ditëve do bëhet pjesa e samitit, do vinë njerëzit, do bllokohen prapë. është thënë që është pushim. Edhe 17-a do jenë sërish samiti. Po, për ne është. Po, është dhe për ne pushim. Si gjithmonë çdo festë. A mund të themi unë dhe Rei që ishin bllokuar rrugët dhe ne nuk vim dot? Po. Mundet të themi, por do thuhet që ka gjithmonë një rrugë alternative, do na thonë. Jo, po janë të zëna të gjitha, unë nuk zbres dot nga shtëpia ato ditë. Mirë, shpirt, futja për Beratën. Ma afër ki Beratën se sa të vish tu të puna, në fakt rrugët kur bllokohen. Jo, po të shkojmë Berat duhet kaloj këtu. E shiko, në momentin që ti doja dalësh të vish deri në punë, do dali ty më i bardhë. E do thonë, erdhi Romina. Më në fund, erdhi Romina. Edhe Romina do thotë, është marmita të keqe. Vesh se marmita ime ka pak të zi. Ka të zi, po mirë, ke pa sukses, pra, është marmit pa sukses. Jeni kandidaturë sipër. E ke atë pompën e fryrës së gomës sot me vete? E kam. A duhet? E kam, po deshe të 4 goma të i fry si një profesionist. Një goma fryrës. Goma fryrës. Dhe shot deklarata. Do me thënë, duhet isha gomë shfryrës, si njëri, por... Ja që jeta më ka përballur që të jem tashmë gomë fryrës. Po mirë, fryrë njëre pas të kisë me do e nisër. Gomaxhi? Po e rëndësishme është ta bësh si veprim njërë dhe pas të prit rezultatet. Po, shiheni njerë, sot se mbase mund t'ju bind që është edhe një profesion tjetër që mund t'ja shtoj. Ja të makinë Rominës. Do më shoqërosh, apo jo? Po, sigurisht. Së mund të të lene sfidat të tila vetëm. Jo. Përsa kohë me ne zesi e vetëm, as diskutohet. Dhe gjithsesi vlen shumë për të theksuar që njerëz mos ngurroni të shkoni të votoni. Mos toni pastaj ditën e hënë në vazhdim, o po pse ndodhi kështu në Shqipëri, o po si ndodhi, po pse këta, po pse ata. Votoni, jepni secili kontributin tuaj dhe mos ndikoni tek vota e tjetrit, qoftë ai familjar apo jo. Okej, super, mirë atëherë. I kemi ta plasim një kafe tani për mëngjes. Ta fillojmë një herë me këtë segafredon ton, jo për gjë, po nuk ka ditë që mos të zgjohemi pas segafredon. Jo. Nuk ka ditë që ne mos të hapim syçkat pas segafredon. Nuk bëhet fjalë. Syçka si ato të tua, nuk gjenden në dynja. Syçkën të gja, syçkën, kafen të gja. Segafredon unë e kam shijuar. Dhe më të mirë në botë nuk ka. Ma bëj një kafe të lutem, ma bëj një kafe të lutem. Pije kafe se more kot, pije kafe se more kot. Pa sheqer. Ka një këngë, më duket në mos gabojmë, ka një këngë Irma Libohova, Kafe Lafe. Kafe Lafe? Po, dhe këtë këngën e ka bërë Irma para shumë vitesh, sepse Irma është e fiksuar normalisht pas kafes. Shef. Se dolem kodra mas bregut, që po gjithsesi. Po duhet ashtojmë atër për një segafredo. Po, pa tjetër, pa. Edhe është e fiksuar, ja bëjmë thirrjen publike Irmës, tashmë që të na vi. Më falë, pse nuk i thua ti Irmës kështu për shembull? Irma do të ftoj për një kafe, do ta jap te studio emisionit. Do ta jap te studio, kamera do jem fikur. Ti nuk ma përgjithësi për pjesën tjetër, pastaj ma lërë mua në dorë, unë po të ftoj për kafe. Ajo gjithmonë më ka dhënë një porosi mua, që asnjëherë mos më lërë të flas pa pirë kafe në mëngjesit, se flas gabim. I kemi të zgjidhura pra e ke kafe. Sigurisht. Urdhoj dashur. Segafredo të vjen mendja në vend direkt. Ashtu. Tani Romina, tani në 8, pak më vonë, mirë, po ja bëj vetes tani. Bëje vetë. Dhe ndërkohë, një blok me video virale për qef.
Kjo është në fakt një pasqyrë e jetës. Shpëton një grope dhe nuk mendon për gropën tjetër. Kur shpëton një grope dhe ngec në baltë pastaj. Jeta ka shumë gropa, është morali. Ideja është që gropat mos jenë me luc. Gropa do të jenë me luc. Ideja është zvendëso atë personin që të mban dorën. Do të thënë varet se kush të nxjerr nga gropa. Se duhet jetë një njëri që s'të hetë gropa tjetër. Prill, maj, tha? Jo, thuaj ti prapë. Gropës mos ju ndaj. Le të bëhemi prapë, Po ta jemi prapë paralel. Po ta mendosh pak më ndryshe. Po mirë prapë, prandaj po them, prandaj po qëndrojmë në të njëjtën linjë. Interesante, më shumë sens të bën sot. Po pikërisht pra, ju përshëndesim kur na e dëgjoni. Vazhdojmë te titujt. Po, vazhdojmë te titujt. Okej, po jo, Regja, heqim këtë titull dhe nisim direkt me lajmin e ditës, pra se do të ndalemi edhe te lajmin e Beberexha, mbrëmjes, po, edhe Beberexhën. Regja, okej, në rregull. Mirë, atëherë të flasim pak për zgjedhjen e papës më të ri dhe më në fund doli tym i bardh nga pati sinjalin nga Vatikani, po, dhe zgjedhja e papës së ri ka bërë që gjithë bota të ketë atë entuziazmin, më në fund është zgjedhur dikush i cili pretendohet dhe thuhet deri tani që është një ndër ata njerëz adekuat për këtë pozicion të udhëheqjes së Vatikanit dhe papatit atje. Ishte një votim në fakt që është bërë më i shpejt se në vitet të shkuara, sepse ka raste që mund të rinë tashmë të mbledhur edhe me ditë të tëra dhe del tymizi, ndërkohë që ishte pak më i shpejt si votim gjatë kësaj radhe. Kujtojmë që dje në orën 11:50 të paradites tymi ishte i zi, por në orën 18:08 doli tymi i bardh, pra, mbi kapelën Sistine, duke shpallur kështu për zgjedhjen e papës më të ri, që quhet Robert Prevost, është papa më i ri, i cili do të mbaj emrin Leo i 14. Po, sigurisht, okay. Dhe interesante, po, për komësin, duke qenë se është papa i parë një histori që ka komësi amerikane. Unë nuk e di çfarë kriterësh të tjera ka, ndoshta për shërbesën fetare apo për secili duhet të ketë një shërbes fetare, duhet të jetë pjesë e Konventit të Vatikanit, duhet të ketë dhënë kontributin e tij, duhet të ketë qenë të paktën me një hije dyshimi për precedent ose për sjellje të kryqëzuar, le të themi në një farë mënyre. Pra janë disa nga këto çështjet që sigurisht besimtarët e krishterë dinë akoma edhe më mirë, dhe ata që ndjekin dhe janë fanatik të ndjekjes së zhvillimeve të Vatikanit i dinë të gjitha detajet, por të paktën në vjet të përgjithshme kështu thuhet. Dhe në dinin time ka pasur një sër njerëzish edhe besimtarë që kanë qenë në pritje për të zgjedhur ose kanë hedhur kandidaturën. 50.000 besimtarë dje që ishin duke ndjekur procesin në sheshin e Shën Pjetrit, edhe ka qenë një ovacion i jashtëzakonshëm kur ka dalë tymi i bardhë. Dhe më njëherë pas kësaj ka dalë garda zviceriane, ajo që ka bërë gjithë manifestimin dhe le të themi atë performancën përpara gjithë besimtarëve për të treguar në një farë mënyrë që më në fund ndodhi kjo gjë e mirë dhe ndodhi shumë shpejt për zgjedhjen e papës së ri. Pra tani në vazhdim do të ketë edhe informacione më të gjëra dhe rreth figurës së tij pa diskutim dhe synimeve që ka ai si papë. Ai është papa i 267. Pra është kardinali ka lindur në Chicago, ka shërbyer si peshkop i dioqezës Chiclaos në Peru, thot, nga viti 2015 deri në vitin 2023 dhe më pas është bërë kardinal në vitin 2023. Dhe në shkurt të këtij viti Papa Francesco e ka graduar atë si kardinal peshkop. Dhe kjo është diçka në fakt që të gjithë besimtarët në botë, edhe gjithë bota e krishterë tashmë ka vendosur edhe ka menduar që ka qenë zgjedhja më e mirë për të qenë papa më i ri tashmë, dhe të gjithë njerëzit kanë publikuar foton e tij gjatë orëve të fundit, duke thënë që është portreti i duhur për të qenë në krye të Vatikanit, edhe pasardhës i denj një Papa Francesco. Gjithë thonë që është një person që ka aftësi shumë të mira, ka një bon sens shumë të mirë. Kështu që shpresojmë që të jetë një pasardhës i denj i tij, sepse Papa Francesco u pa edhe nga varrimi, nga ceremonia mortore që ai pati, që ishte një dashuri të gjithë botës, pra që ishte shumë bota me syt nga Papa Francesco. Pa diskutim. Kështu që le të shpresojmë që të jetë pasardhës. Mirë, sigurisht që pastaj do ketë edhe informacione të tjera shtesë. Okej, super. Pra, s'kishim se ta evitonim të lajm, ishte lajmi i ditës. Dhe ecim te Beberexha pa i ngelur atri askujt.
Okej, e kritikuan për peshën në Met Gala. Beberegja rrëfen dhimbjen që se pas kush, mbeta shtatzan dhe nuk funksionoj. Pra, njësoj si ne kemi diskutuar ditën e djeshme me doktoresh Eglantini në studio për vezorën policistike. Po, vezorën policistike dhe gjitha shkaqet dhe arsyet përse ndodh dhe më pas çfarë shkakton ajo, një rast i tillë është edhe i Beberegjës dhe me sa duket, ajo e vuan këtë gjë prej kohësh dhe ka humbur edhe nuk ka mundur do që ta mbaj shtatzanin që ajo ka pasur, sepse nuk i ka funksionuar për shkak të kësaj problematike dhe kjo automatikisht e çon në një rëndes në peshën e saj, në shtim të peshës së saj, që njerëzit vazhdimisht e kritikojnë edhe pse ajo është një ndër personazhet, të paktën unë jam vërtet nga ta njerëz pak nëse nga ta fansi që them bravo i shoh që ajo del pa pikë kompleksi që në daljet e saj të para, por aq më tepër që tashmë zbulohet edhe arsyeja kryesore. Ajo ka thënë edhe që tani shpresoj dhe besoj që nuk do të më kritikoj më askush për peshën. Po, ajo ka thënë që nuk i detyrohem askujt të vërtetën time, nuk kam asnjë detyrim të ja them, por këtë gjë po ja them sepse duhet të jetë një mesazh pozitiv për ju që duhet mendoni 2 herë përpara se të komentoni peshën e dikujt pa ditur arsyet që fshihen pas. Në fakt Beberegja ka qenë e hapur për problemet e saj shëndetësore, që prej fillimeve që kur merrte kritikat e para, që kur shtëpitë e modës nuk pranonin bashkëpunonin për të qepur veshje për masën e saj trupore, ajo e ka treguar nga se vuante, por ndoshta dhe informacioni ka qenë pak më shumë i cunguar sa i përket këtij çrregullimi hormonal. Me sa di unë ishte Met Gala i parë për Beberegjën këtë herë që merrte pjesë, dalja e saj e parë. Nuk jam në dini tamam. Po gjithsesi mendimin tim ka shkëlqyer. Ka shkëlqyer, po. Ka qenë një nga ato. Mendoj që gjithmonë Beberegjën nuk e di pse gjatë kohëve të fundit e kanë kthyer si një tabel qitje Beberegjën, janë marrë gjithë me të, kanë hedhur komente të shumta ndaj Beberegjës dhe zakonisht kemi parë që kush ka një peshë të shtuar, pra kush përballet me një lloj obeziteti, le të themi, ka gjithmonë komente shumë negative që i drejtohen. Kështu që mendoj që komente të tilla raste sa më negative të jenë aq më shumë e shtyn atë personin tjetër që mbaset edhe të mbyllet në vetvete në raste të caktuara. Po, sigurisht. Që them që nuk duhet pasur fare komente të tilla, normalisht një herë pa e ditur arsyeën që fshihet pas, po edhe sikur mos ketë një arsye që fshihet pas shëndetit atij. Sigurisht, po ta mendosh që kjo gjë ndodh në përditshmëri, ndodh me ne, ndodh në rrethin ton, ndodh sidomos në botën e personazheve të njohur, ndodh masivisht. Nëse dikur shton disa kilogram dhe kjo është evidente, ajo është e targetuar për të sulmuar, sepse si ka mundësi një personazh i tillë nuk mund të mbajë veten, nuk mund të shtohet. Një njëjta gjë ndodh me Ronela Hayatin, që në çdo dalje e saj komentohet që dakord si ke kënduar ti, po pesha jote, pse këtë peshë, domethënë është masive kjo në vendin tonë të paktën, por është e pashmangshme. Jo vetëm ndaj vipave, po edhe në ambiente më intime, më shoqërore. Të gjithë kanë një lloj akuzimi dhe nëse e vë re ka persona që kanë vuajtur më herët nga obeziteti dhe kanë ardhur në një peshë ideale, thonë gjithmonë që jeta që nga ndryshe njerëzit më respektojnë më shumë, më bullizojnë më hapen më shumë dyer. Është e çuditshme se çfarë ndodhet, çfarë bëhet, vetëm për të respektojnë për shkak të peshës. E çuditshme duhet të jetë, po. Kemi nevojë për një reformë të thellë mentale. Po kjo është më shumë njerëzore se çfarë mund të ndodhi me njerëzit në kohët e sotme, që kështu njerëzit tani kanë mendje tek teknologjia dhe diçka tjetër. Okej, ecim tek tjetër. Ku jemi? Michelle Obama po ndjek seanca terapie për të përballuar rritjen e vajzave dhe largimin e tyre nga shtëpia. Po, ajo ka ndarë përjetimet e saj dhe i ka thënë pra që po i lejoj vetes të reflektoj. Të jetoj një jetë më të lirë, gjë që ende duhet ta punoj, thotë, të lë pas fajin. Më duhet të mësoj si të jetoj sërish në një hapësirë të ndryshme dhe kjo është një nga arsyet pse jam në terapi, ka thënë. Barak dhe unë kemi një marrëdhënie martesore shumë të fortë, kemi kaluar ulje ngritje si çdo çift, por nuk ka asgjë që po ndodh. Jam në një pikë, ka thënë, ku po zgjedh veten time. Po. Jam në një pikë ku unë po zgjedh veten time. Kam qenë aty për të gjithë dhe është koha të krijoj hapësirë për veten time. Kjo nuk do të thotë se martesa ime po dështon, do të thotë që unë po rritem.
Pra janë zëra të ndryshëm gjithashtu për ndarjen, por për sa i përket edhe rritjes së vajzave të saj dhe largimin nga shtëpia, po bën terapi tashmë për të përballuar gjithë të situatë. Dukshëm nuk është në një gjendje të shëndetit mendor të mirë. Po se duke sigurisht i pasuan disa gjëra njëra pas tjetrës, pra. Po. Edhe pa diskutim. Për paktën për një prind kur ka largimin nga shtëpia të fëmijëve, nuk dhe jo vetëm kaq, po pasuan dhe mendoj që duhet të ketë ndodhur diçka për shembull me ato që kanë pasur vajzat si mëndësi kur kanë dëgjuar lajmet që babai i tyre ka tradhtuar nënën e tyre, dhe kjo ishte masive, ishte botërore, gjithandej dolën foto, dolën fakte, dhe kjo e konfirmuar tashmë që s'pas ka ndodhur ose e ka falur Michelle me sa duket Barack Obamën, është pasuar dhe me largimin e vajzave nga shtëpia, se ato janë dhe të rritura, që kështu sigurisht që ata kanë menduar që kur ato ishin shumë të vogla, do të vazhdojnë jetën e tyre njësoj siç kemi bërë dhe ne, kemi sakrifikuar dhe kanë mësuar me këtë lloj fryme, të paktën ajo që është paraqitur për gjithë botën. Mua më kanë pëlqyer gjithmonë shumë si çift, si familje, mënyrën si kanë funksionuar. Mua unë i mbaj mend gjithmonë fakt atë pamjen e tyre kur Barack Obama u bë president i Shteteve të Bashkuara, ishte i momenti që dolën si portret familjar të gjithë për herë të parë dhe ende sot e kësaj dite unë ashtu e kam portretin e tyre, nuk e konceptoj dot për shembull që ata mund të jenë më të plakur në moshë ose vajzat mund të jenë më të rritura, dhe të paktën këtë e ka dhe gjithë bota si koncept. I shohin të gjithë si ajo familja e bashkuar që ka qenë në fillimet e presidencës Obamës në Shtetet e Bashkuara. Po, gjithsesi për shembull unë përveç se kam parë filmin e njohjes së tyre, dashurisë, si janë lidhur, si ka vazhduar rrugtimi, kam parë një grua shumë të fortë si Michelle Obama që ka mbështetur, ka qenë ajo që ka thënë Barack Obamës që të vazhdoj, dhe pse ka qenë një studente ekselente, e ardhur nga një provincë e cila ka qenë gjithmonë e sulmuar, si ka mundësi që ti përpara amerikanëve të dalësh e para dhe të kesh këto rezultate, dhe të dy si çift shumë të sulmuar, por të dy shumë të suksesshëm, dhe ka qenë ajo që i ka dhënë gjithmonë atribute Barack Obamës dhe duke lënë veten pas. Por në daljet e tyre është thënë gjithmonë që peshin që ka Michelle Obama, ndoshta nuk do ta kishte në Baracku nëse s'do e kishte atë në krah, pra ja ka atribuar atë gjithçka. Por më pas nëse lexon librin e Michelle Obamës, që personalisht e kam lexuar, ajo jep detaje të papara në lidhje me të gjitha fjalimet e krijuara që krijonte ajo dhe më pas kalonte tek Barack Obama. Domethënë, marrëdhënia e tyre ka qenë aq shumë e ngjitur dhe afër sado kriza dhe këto lajme të jenë për divorc, ndarje, një familje e ndarë më dysh, le të themi, duke sikur ata më mirë të spekulojnë edhe të hedhin poshtë to zëra dhe të vazhdojnë këtë të magjishme në tyre që kanë për publikun, se sa të pranojnë që janë ndarë, për shembull, unë mendoj, duke sikur janë çift shembull dhe ta mbajmë këtë namin e çiftit shembull. Po mirë, ka përshtypjen që çdo çift ka ato krizat e veta. Sigurisht, po këtu ishte më shumë se krizë, mendoj. Po, tani ato mund të qenë. Për çdo grua mund të jetë traumatike kjo. Po patjetër që po, por ka dhe një rrugdalje, gjithmonë ka një rrugdalje. Ndoshta Baracku për shkak të bërë pishman. Ka thënë, më fal zemër, vetëm një herë ndodhi. Po, është e vërtetë. Se ti, ca njerëz thonë që jeta është kompromis. Edhe kjo është tjetër. Po, mund të shënohet dhe ky tek postulatet e mëngjesit. Po, mundet. Ka zë vend, domethënë, zë vend. Ecim, titulli i radhës. Kompromisi tjetër. Ja, pra qa kompromisi kemi bërë ne të heshtur. 2025, policia publikon planin e masave, rrugët që do të bllokohen në 9 dhe 10 maj në Tiranë. Rikujtojmë që data 9 maj është sot, për të gjithë ndjekësit tanë dhe i rikujtojmë dhe faktin që do jetë një ditë shumë e ngarkuar tek e cila mundohuni që të lëvizni në kemp. Do ikim dot në shtëpi sot, cilat akse tani do jetë ndalim qarkullimi dhe parkimi në datën 9 sot, pra nga ora 13 deri në orën 18 për gjatë 5 orëve. Segmentet thot fshati Gracen deri në rrethrotullimin. Më thash Graceni? Po Graceni, po s'kaq. Deri në rrethrotullimin, si ta themu rrethrotullimin që kemi këtu. Po mirë, okej. Afër qendrës hektare, këtu te MCN-ja. Po, te MCN-ja këtu te rrethrottullimi jon. Më pas nga këtu deri tek rrethrottullimi i senatoriumit. Rruga e Elbasanit, është bulevardi Bajram Curri, rruga Ali Shefqeti, rrugën Alajdin Frashëri, rruga e Rexhekrit, rruga Muhamet Deliu deri tek rrethrottullimi i Freskut.
Romina. Romina Rrugën Sotir Qaçi. Rrugën Xhamfize Keko, rrugën Arkitekt Kasemi, bulevardi Jeanne d'Arc. Mund të shtëpia ime e vendosur gjithë. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, në brendësi të ish gardës së Republikës, segmenti rrugës prapa Pallatit të Kulturës dhe rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit. Po, që Tirana? Janë bllokuara sot. Më falë, si të kaloj, apo kemi ne makina fluturuese? Tani, kemi bloqe banimi me akses të kufizuar. Cilat janë? Pjesa banimit në rrugët lidhse me rrugën Papa Gjon Pali nuk kanë akses për dalë gjatë orarit 13 me 18. Zona e blokut? Nuk kanë, në këmë do dalësh ti, po do futesh, do më thënë, do ndjekësh të gjithë perimetrin që ata kanë të blokuar, deri të hapësirat që ata lejojnë për shembull, që të vijun nga këtu të vite ty, do t'iki një herë lartë. Po se tha rezidenca prandaj deri sot është një ditë maratone, pra, do jetë si një ditë maratone, siç janë maratonat. Po me freskun çat deshën, më mirë po. Rrugët janë, thot, Dervish Ima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Matohiti, Jul Variboba dhe Fatmir Haxhiu. Zona e Pazarit të Ri, thot Hoxha Tasim, nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jeanne d'Arc. E rrofsh mirë. Kanë akses vetëm me rrugën e Dibrës dhe dalje në autostradën lindore. Bravo. Ikim në Elbasan sot. Këto janë vetëm për datën 9, se do të lexojmë edhe pak datën 10, por është vetëm data 9. Zona e qytetit Studenti. Higjiena, thot, shkolla e baletit, ish tregu elektrik dhe Alidemi, akses për të dalë në rrugën Pasho Hysa dhe në rrugën Pjetër Budi që kanë akses në rrugën Agush Gjegjevica. Për nesër këto? Sot. Sot akoma? Sot. A mo tani, po mire kështë të thënë që në fillim gjithë Tirana blokohet, mirë pafshme, mbyllim të muhabet. Po i lexojmë to rrugë se mund të kenë ngelur për shembull vetëm rrugët ajrore të sipërme. Çfarë ore niste? Në orën 1. 13. Në orën 1 sot të drekës deri në orën 6 pasdites sot. Po jo, ka njerëz që mund t'ikin atë orar në punë ose mund dalin, për shembull. Ja të japu një lajmërim tjetër që ka policia ka lajmëruar për shembull edhe drejtorinë e kopshteve dhe të çerdheve për çuarjen edhe marrjen e fëmijëve në. Po si ta bëjmë neve që jemi në punë apo? Ore, po të them, imagjino prindrit do sakrifikojnë kur do i çojnë dhe kur do i marrin fëmijët nga kopshti, nga çerdhja, nga shkolla. Në punë është e zgjidhur. Merr një video që Rei lexoi gjitha rrugët edhe çoja në pronaret shefit. Është e bllokuar, këtu është e bllokuar. Do të thënë, në këtë rast imagjino ndonjëri të hapi GPS. Dhe mos harroni një fakt shumë të rëndësishëm, që sot Giro d'Italia fillon në Durrës. Edhe Durrësi i zën. Po Durrësi patjetër, po sot Giro d'Italia fillon në Durrës. Pra, nesër Giro d'Italia është e vendosur në Tiranë. Por bllokimi është sot. Dhe nesër bllokimi i rrugëve fillon që në orën 10 të mëngjesit deri në orën 6 pasdite. Shiko pak një parantezë, sepse bllokimi i rrugëve ka 3 ditë që ka filluar. Këtë e thënë me fakt sepse janë vendosur shirita, të paktën në vendet e parkimit të makinave përpara bizneseve kryesisht ose në zonën e Unazës të paktën dielin time, sepse do të vendosen ato barierat prej hekuri, dhe kjo bën që ti do e lësh makinën të parkuar 3 ditë aty për shembull ose 2 ditë, ai s'do marrë do heqë makinën tënde dhe ta çojë diku, por të mos parkohesh për 3 ditë. Dhe ne makinën e kemi futur në shtëpi. E ngjitet lart. Po shumë mirë keni bërë. E ngjitem kështu vertikal. Shumë mirë keni bërë që ngjitet lart, se edhe unë këtë po mendoja, ta ngjisja lart në fakt sot. Është dje, ka filluar që dje bllokimi pjesor i bulevardit Dëshmorët e Kombit. Të paktën kur kalova unë dje tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, ishte një bllokim i tmerrshëm që më zgjati rreth 40 minuta për të bërë një rrugë 100 metra. Okej. Dhe shumë shpejt do të ndalemi tek data 10 dhe ditës nesërme. Kemi masivitet të rrugëve të bllokuara, bëni mirë që të keni në mendjen tuaj këtë fakt, pra që nesër nuk duhet përdorur makina, së paku në Tiranë ose përpara orës 10 dilni dhe zhvendosuni, ikni nga qyteti, shprënguluni diku. Nesër është edhe heshtje zgjedhore, njerëzit tonë ku shiqyr. Si ka mundësi, unë gjithmonë këtë them, si ka mundësi që s'na pyet kurrë neve? Po ç'pun ke ti? E kupton, s'do t'ja di njëri që ne jemi në punë. Bëhet ditë pushimi zyrtare, vlla, dhe jepi drejtim. Ashtu. Bëhet çat dush pastaj mbylli të gjitha. Bëhet maratona, është ditë e diel, le të dalin vrapojnë ata. Edhe ju nuk ju gjendet ky muhabet. Ja do jetë pushim, do thuash ti do merja makinën do ikja jashtë Tiranës, do vjedh të parkoj. Po marrmasat ne dalin para.
Tani, nesër, sheshi Skënderbej, thot, rrugën Urani Pano, rruga Det Gjoluli, Ibrahim Rugova, Dëshmorët e Katër Shkurtit, Gjerë Fishta, Muhamet Gjolesha, Bajram Curri, Ibrahim Rugova, Lek Dukegjini, të gjithë herojnë gjithë të blokuar, gjithë në pranga, rrugën e Elbasanit, rreth rrotullimi Saukut, rruga Abdyl Frashëri, bulevardi Zogu Par deri te rruga Fortuzit, thot. Rruga pas Pallatit Kulturës me qëllim stacionimin e mjeteve në dispozicion të eventit. Ja, të lutem. Pastaj bloqet e banimit. Të gjitha bloqet e banimit që përmendëm pak më përpara, zona e Pazarit të Ri është e bllokuar, rruga Ukraina Lir, janë të gjitha me orientim të devijimit të trafikut për datën 10. Zona e Pazarit të Ri nuk ka akses për të lidhur me bulevardin Jeanne d'Arc, pra vetëm akses me rrugën e Tibrës. Akses zero. Dhe pjesa e rrugës Kavajës dhe rruga Muslim Shyri, faleminderit shumë, lidhet me zonën e Tiranës së Re vetëm nëpërmjet rrugës Dritan Hoxha, hajt të gjejmë tani rrugën Dritan Hoxha, për në Unas të Re. Pra unë duhet tiki vetëm në Unas të Re. Ti nga rrugë Kavajës, duhet tikësh Laprak, tikësh nga. Duhet tikin Laprak, tikin në Vaqar, të bëj një xhiro në Vaqar, e të kthehem të futem kodrave, dal në Arban, bal dush për të ardhur prapë në Zogzi. Kini më shumë se po hym në shtëpi, do të ngrem atë shiritin që do duket çdo gjë si sken krimi gjithandej. Mua para disa vitesh e bllokuan për herë të parë rrugën e Kavajës, që e çuan deri në fund, dhe më përpara ka pasur kur ti vije nga 21 dhjetori drejt sheshit Skënderbej, nëse shkoje deri në fund, mund të kthehesh në vend te rruga Kavajës dhe për të shkuar tek shtëpia unë. Por ata thjesht e bllokuan, vun tabelën që ti nuk kthehesh dot më në vend. Sheshi Skënderbej u bllokua dhe unë duhet futesha te Banka e Shqipërisë, të shkoja nga mbrapa, dilja te nën Kaçet, të dilja mbrapa Sheshi Skënderbej dhe të shkoja pastaj në shtëpi. U diskutua ajo periudhe e bllokimit. Domethënë thuhet që ajo është rruga Tiranë-Durrës, pra është rruga e Durrësit, se kështu quhet. Duhet ikësh për Durrës. Andaj është vetëm vjen nga Durrësi. Vjen nga Durrësi. Ke mundësi tikësh në Durrës. Që tikësh në Durrës dhe tikësh në Kavajës. Jo, është një rrugë alternative. Ose nga jo e prokurorisë, pra që dilet kështu. Se ta rruga ime, po ece drejt shkon vetëm Kavaj. Rruga ime, se kam time në atë rrugë. Bravo. Po kalove nga rruga ime. Ecim titulli radhës. Pa fresk më vjen keq. Njerëz të dashur një zgjidhje ka, mbyllni makinat, theni kufinin si Jozi. Po e theu kufinin. Jozi uron publikisht Loredanën për ditëlindje. Vërtet? Sa bukur. E kemi në fakt një foto, mos gabojmë. Përveç se ai nxori edhe një video nga fansat, le të themi, që e kishin bërë në Times Square. Happy birthday. Edhe me një yll Loredana. Edhe një zemër në ball. Çfarë po ndodh, këta janë bashkë apo nuk janë bashkë? Nuk e dim këtë detaj. Duket foto nuk që nga foto që ai mund ta ketë bërë vet. Domethënë s'ka qenë prezente festa e saj e ditëlindjes, se thjesht i pas ka bërë share postet e saj. Shiko, duket që këta po e mbajnë mirë, po e ruajnë mirë marrëdhënien. E di pse? Nëse duhet të jetë një menaxher marketingu shumë i mirë, ai që po e bën këtë gjë me çiftin, sepse mund të jetë një ndër çiftet që ka shumë interes në publik për të ditur, janë bashkë, e fali çfarë do vazhdoj të bëj, Loredana e ka unazën apo se ka unazën. Loredana ka thënë që në daljet e para kur situata ishte shumë e nxehtë për veprimit që Jozi bëri, ajo thoshte unë e mbaj unazën se ashtu e ndjej. Ja me dashuruar. Kur e pyetën a do të rikthehesh me Jozin, nuk e di, po e mendoj, por e dua. S'ka dhënë asnjë përgjigje konkrete. Po nuk ka thënë jo. Po s'ka dhënë asnjëherë. Për momentin për të ruajtur edhe imazhin në publik, për të ruajtur edhe një lloj dënimi që ka bërë ajo, le të themi. Ajo e ka zgjedhur të tillë, e besoj e kanë zgjedhur të dy të tillë deri në një moment që do dalë një foto e të dyve së bashku. Jozi dhe Loredana kapen me pushime në jugun e Shqipërisë, me kë ishte tjetër çifti i famshëm. Jugu more do jenë në veri, do jenë Velipoj, Shqipërinë, do e marri, po për pushime pra do e marri Jozi në vetlindje. Më duket shumë jugu ai. Nga këta që shkon jug. Çun jugu. Mirë. Jos Marku çun jugu. Mendoj që është çun jugu. Ai pritet të shkojë të paktën në Spanjë. Janë mendarje, unë kështu i shoh, mendarje. Domethënë varet e sheh një person edhe thua që besoj se ky shkon në jug. Pra do të pyesim për kriteret pas reklamave. Po, bravo. Okej, ja ku jemi. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, pra filluam emisionin, apo jo, si jemi te... Ku jemi tani? Jemi te titulli tjetër, ja ku jemi, s'kemi se si mos e japim me Drilon Rama reagon mbi videon virale, unë me Saron. S'kemi qenë kurrë bashkë. Sara, pati një reagim. Po mirë, dhe aq mirë e tha. Po pse, pse? Ua, pa, e pesa serios isha deri tani? Po. Isha serios, isha po flisa me fjalë bukura. Ashtu i thot. Nuk i thoshe Driloni kështu pra. Mirë, po thjesht, është momenti, varet në mëngjes. Do një shkak që ta evitoj. Do thjesht një shkak, bravo. Gjithsesi, statusi që ai kishte bërë, postimin që kishte bërë ishte pak i shëmtuar, me thënë drejtën. Nuk e kam lexuar, sepse nuk e përmendte Sarën fare si emër. Me atë njeriu që ju mendoni të më lidhni, do me thënë, si mund t'i thuash tani dikuj që ti mendon që e ke një marrëdhënie të paktën shoqërore, thosh me atë njeriu që ju mendoni se që po mendoni të më lidhni prej kaq kohësh, nuk jam asgjë dhe nuk do lidhem kurrë ndonjëherë. Po kjo ndodhi pas asaj videos që doli që puthi një gocë. Driloni, po pra, është video, nuk e di, e kemi atë videon që puth një gocë. Ja, më e kemi. Është kjo. Driloni që po bëhen. Po e pra. Po, Driloni tani pas ka hequr Sarën nga ndjekësit e tij, nuk e ndjek. Po kështu thuhet, jo, thuhet që Sara pra ka hequr Drilonin. Po edhe te Sara ishte. Mendohet. Ja, të dy janë njëri tjetrin. Ka reaguar pra të dy. Po, shiko, unë mendoj që Driloni gjithmonë është sjell me Sarën sikur bëj fjalë që ishte një... Ja. Po ka hequr njëri tjetrin më njëherë pas kësaj. Jo, kjo do thotë që ka të drejtë, do thotë që ka ndikuar diçka. Si ishte, ka qenë e rëndësishme. Mos hapni lajme të kota që me mëngjes. Që shkjo tradhti. Ai ka thënë gjithmonë, Sorën nuk fare s'bëhet fjalë. Në fakt ai ka një lloj të drejtë sepse kurrë ata nuk kanë qenë të lidhur. Ai nuk ka pranuar kurrë. Asnjëherë, s'ka thënë ai. Po pse e ka mbajt lojën ai apo donte të fitonte Big Brother Big Pro? S'ka mbajt lojë fare. S'ka mbajt. Thoshte ai nuk jam, pastaj i rinte afër gjithë javën edhe në fund thoshte se jam. E kishte simpati, po nuk ishin të lidhur, nuk i plotësonte. Edhe unë besoj të shoqëria e sinqertë e tyre. Bravo. Edhe jashtë, ata u panë në shoqërinë e njëri tjetrit kur bën këto vlogjet për YouTube, edhe te Lindja dolën luajtën bashkë, ai ishte shumë i afërt me Sarën. Jo, si ishin të afërt. Lojra. Lojra. Po. Nuk më janë duk shumë të afërt, më janë dukur në kontekstin e një miqësie. Po, e vërtet është. Por të gjithë i kanë dashur çift. Është e vërtet, dhe unë i kam dashur çift. Pa ta s'duan, ç'a do bëjmë ne? Edhe unë i doja, po ja që ai u çiftëzua me dikë tjetër. Jo, ai nuk ka thënë që është çift, aq më tepër që ka ndodhur edhe pjesa e procesit gjyqësor në mos gaboj me Xhenetën. E ka fituar E ka fituar Xheneta. Kujdes. Jo, e ka fituar Driloni. Driloni e ka fituar, Driloni. Kur, ç'a ndodhi? Për procesin gjyqësor, për akuzat, për telefonatën që ajo nxori, që Driloni më ka telefonuar për dal poshtë për ta takuar. Se ka shpejt doli rezultati. Ishte për shpifje. Po, sigurisht. Për shpifje, pra. Po del shpejt se është e vërtetueshme lehtësisht. Po. Zgjasen ja 2 vite si që. Gjithsesi, e heqim të çiftin që po puthet. Po pra se. Na vjen kështu si në mëngjes tani. Po, okej. Gjithsesi, flasim për proceset gjyqësore. Ditën e dieshme ka dhënë Luizi Elli një nga ato njoftimet e veta si një, domethënë si një ngjarje shumë e rëndësishme në jetën e tij. Ai ka thënë që për gjithë njerëzit që gëzuan edhe u lumturuan kur unë isha në një proces gjyqësor që rrezikoja 1 vit burg, pa drejtësi nuk do të thotë vetëm fakti të qenit në një proces gjyqësor të pa ditur se si do të jetë përfundimi, por të jesh i pafajshëm është çështje e asaj gjë që ti ndjen si përjetimi, jo i çështjes gjyqësore. Pra ai ka thënë në një farë mënyrë, për gjithë ju që më rryet, më thatë, ti e kështu, ti e ashtu, ja ku jam sot i pafajshëm edhe para jush. Dhe ishte edhe një dedikim për familjen dhe për Kiarën, që kështu ditën e dieshme, Luizi besoj se do të ketë festuar dhe do t'i ndjerë shumë mirë pra të barën që pati prej gati 1 viti, për të ditur se çfarë do të ndodhte, më në fund është shpallur i pafajshëm. Patjetër, drejtësia gjithmonë triumfon. Kështu që kur ti je me të drejtë. Me këtë rast u shmangën dhe protestat e vrullshme që mund të shoqëronin çështën. Parandalime, po. Po nuk bëhen në këtë periudhë se janë rrugët e bllokuara, e tham. Mirë. Okej, edhe gjithashtu Kingi pati ditëlindjen dje. 25 vjeç. Urit i vogli jon. I vogli shqiptarisë. I vogli i madh. I vogli shqiptarisë, pa. Se është i vogli i madh.
U rrit, kishte shumë urime për të dje. Shumë aludime ishte Egli, apo si ishte Egli. Eglit i kanë dalë ca foto nga Kosova dhe... Jo, jo ndori postimin, Aron Prishtinë. Jo, nuk flasë për atë, flasë ishte një pjesë që në background duke një pjesë e shtëpisë së gjestit, të cilën fancat bënin lidhje që ishte shtëpia e gjestit. Se fancat i njofin dhe shpin gjestit? Po. Jana, kjo tulla këtu të shpia gjestit? Qatë temin e ty, ka njërës që kanë fansa që i vënë re me detaje, nuk ka vetëm fansa që të nisin përgjën dhe gjagjëzës. Ashtu. Ecim të gjagjëza. Fundja, kur thot bërë. Okej, mirë. E patëm shumë fraksion sekondi. Ne jemi knaqër se na është bërë dita. Prit. Një sekund. Si e bëm neve? Ire e banë më në përgjigjen? I së pa më në gjagjëzën. Wait, just a second. Gjetet të djeshmen, apo pres që ta letëzojën? Jo, po, ma letëzoj për. Mua po presim. Përgjigjen, po. Prit. Ku është? E kam hedhur në story unë një sekund. Mbaj me këngë. Po, Romina. Der pa dorë, bark pa zë. Një der pa dorë, një bark pa zë, në trup nuk ka jetë, por jep atë që s'ke. Nëse qelsin e dur ke, jepi mere. Sot, kjo ishte... Kush ishte? Se më të gjoha fare të shërë. Lele, pëse ka të përgjigje. Figoriferi dia. Ja, së është figoriferi. Der pa dorë, bark pa zë, pra bark do të thotë që mban gjëra. Okej. Në trup nuk ka jetë, por jep atë që s'ke. Qa s'ke? I shkon të ka e gjeja për të marrë diçka. Pra të jep atë që s'ke. Nëse ke atë qelsin e duhur, pra ti fut diçka atje, merre pastaj atë që do të t'japi. Bankomati. Kasaport. Mirë. Shikon analizën. Analizë forme, se jam bërë tani me pjesën e gjagjëzës. Po, e këndër likuar. Tak. Vetëm kur i gje unë janë të thjeshta. Esim të kjo e sot. Gje e këtë sot, pra. Po. Eshte vështirë. Ba, e të kam pushim dhe. Në mes. Nuk është natyrë, por pa të nuk rron. Djersa e njeriu të aty që ndron. Fiks. Krijon pa folur, rrit pa zhurmë. Paraja. Ja. Nuk është natyrë, por pa të nuk rron. Djersa e njeriu të aty që ndron. Krijon pa folur, rrit pa zhurmë. Shtëpia. Lëkura që është trup. Djersa e njeriut aty qëndron. Nuk është natyrë, këtu ndaluni, nuk është natyrë. Nuk është natyrë. Por pa të nuk rron. Çfarë ke qenë duke menduar në atë momente? Çfarë ishe duke parë në atë moment? Po, procesin e frymëzimit. Shiko, ka ardhur tani procesi, është bërë shumë i çuditshëm. Jam duke ndënjur për shembull dhe them, çfarë të bëj gjagjës për nesër? Dhe mendohem. Edhe ideja e parë që më vjen më pas, e elaboroj, bëj çik më ndryshe. Uj? Ja. Okej. Nuk është uj. Mendohuni të dashurat e mia. E lexojmë edhe një herë, e nxirrim edhe një herë në finale, regjia. Nuk është natyrë, po pa të nuk rron. Djersa njeriu aty qëndron. Krijon pa folur dhe rrit pa zhurmë. Pra dhe krijon dhe rrit. Nuk është natyrë, por pa të nuk rron. Krijon dhe rrit. Mendohuni, unë ja dhash ndihmesat e mia. Po, shumë, në ndihmove. Po pra, nuk është natyrë, por ka lidhje me natyrën, pra se pa të nuk rron. Krijon dhe rrit pa zhurmë. Mendohuni dhe... Ajri. Ja. Pemot. Nine. Filloj me natyrën. Të qa ka natyra brenda? Mendoj që dham shumë opsione, që shumë. Instagram, Facebook, TikTok, e dini juve që mund të shkruani. Letrat poshtë derës mos i dërgoni, sepse është Giro d'Italia dhe nuk vini do të dhe shpia. Dhe gjithashtu, posta ime elektronike ribezhani@fjetarrugve2dit.mcn.tv. Okej, bravo të qoftë. Okej, super, mirë atëre të teksti me vrap. Se jemi shumë, po shumë va. E shohim. Cili është teksti?
Para se me eci, unë po eci, e kalzove veten unë stnjeki, para se me eci, unë po eci, e kalzove veten unë stnjeki. Para se me eci, unë po eci. Tani, të regullohemi pak. Tjerë dhe të unë me bilet këthyse. Plani kënë dryshe, mu bo gjyshe. Zemër e kom veç një pytje. Me ta bo gjithmonë. A je happy me ato? Am ke dasht mu ajo? O bon dy këtu pytje. Ngoje lumin, shoko. She is in love with the coco. E nuk e don kërkon. Besom. Baby. Më the ki mu këthy dje. Unë hala pres. Ama krejt keren. Unë hala të pres. Lumi o veç vet. Rjedh. Me zemër të thyme edhe krejti shtert. Nuk je kon e vetja. Me tash dule vërteta. Që po pret prej meje? Pse po më bo me majt shpesa? U ktheva tash unë të vetja. Cause I am a bad diva. Cilën dushti bima. I am a bad diva. Pa mu t'kap kriza. Sështë si për para. Kjo tequila nuk po mishëro këto plaga. E kjo jetë mësoj, pra më mësoj, qysh me te i kalu barra. E tash nuk je se nuk qyri më mrapa. Para se me eci ti, unë po eci. E kalzove veten, unë stnjeki. Para se me eci ti, unë po eci. E kalzove veten, kështu që unë stnjeki. Nuk didë me thënë. Ajo si ishte mësoj. Pra, më mësoj. Po pse kështu çembra lila, po? Po jo, mësoj, thonë ata. Ashtë domi? është pjesë e dialektit, është pjesë e dialektore. Për t'ja ndryshuar. Mënyra si që thonë, po. Mësoj. Dhe edhe shkrimi është pak i çuditshëm kur e lexon, se është dhe apostrof soj. Bravo. Kur e lexon duket si fjalë e re. Edhe të njeki që nga ST, Saint. Po, Saint. E dëgjojmë pak është Melinda dhe Lumi B, Eci. Pasha zotit që janë këto këngë. Paj zotin, ke shumë drejt, ashtu theme. Ja pra. Kjo ishte jeta. Të flasim pak për këtë stinën e alergjive tani, me sa duket është bërë masive kjo çështja e shqetësimit nga alergjit, ka njerëz që janë me të shtima gjithkohës, të bllokuar gjithkohës, me koll gjithashtu. Ti je alergjik? Jam alergjik edhe kur fillon kjo periudha, tashmë gjatë javës fundit kam filluar të qetësohem pak, se ishte një periudhë goxha e gjatë e prillit, tek e cila isha gjithkohës me undë bllokuara, me pjesën e fytit, me syt që përvolonin. Unë e kam nga syt. E ke nga syt. Gjithkohës, po. Plurat, poleni, syt, drita e fortë, tani rritet ndjeshmëria ndaj dritës së fortë kur ti ke alergji, është e tmerrshme, kështu mezi po presim të marrim ca këshilla si të shpëtojmë. E vërtet është, ndërsa unë kam me të shtima edhe lot nga syt, jam gjithkohës me lot nga syt në këtë periudhë, që kështu vetëm pas pak do të na thotë alergologja Maria Zoto se çfarë po ndodh në këtë periudhë, si duhet ta evitojmë ndoshta, si të kurohemi dhe çfarë duhet bërë. Dhe gjithashtu mjeke okuliste Martina Çobo që na thotë për alergjinë e syve gjatë kësaj periudhe. Sa po përmendet kjo alergji e syve, kam një kështu pulitje të syve, më ndikon direkt. Okej, rikthehet pas shumë kohësh. Nikola Andoni, këshillësi mjekësisë holistike, i cili sigurisht që përmend një ndër problematikat e ditëve të sotme, dhe gjithmonë që vjen vera ndodh që mjekët ta bëjnë si alarm për helmimin nga akullore, dëmet që sjellin në organizëm, për zgjedhje akulloreve jo të mira, përgatitje gjithashtu me produkte që mund të jenë vetëm industriale. Akullorët sipas Nikolës? Dhe jo vetëm sipas Nikolës, por në fakt thuhet që nuk duhet të konsumohen, por e gjen veten të pamundur në një përzgjedhje të tillë dhe mos apo fillon ngrohet koha. Ka njerëz që konsumojnë edhe në dimër, që kështu nuk e di, domethënë ta dëgjojmë Nikolën për përbërjen që kanë këto akullore, si mendon ai, sigurisht nga materiale që janë industriale. Okej, më pas,
Denisa Kele, ekspertja e inteligjencës artificiale, vjen, në fakt do të jetë në Skype jo në studio, do të flasim për një video në fakt që po bën xhiron e rrjetit, sa i përket një roboti që ka sulmuar njeriu dhe një tjetër zhvillimi shumë të rëndësishëm në Kinë, që ndoshta ka bërë histori në fakt duke qenë se është spitali i parë që menaxhohet nga robotët në Kinë me 14 doktor robot. Duket sikur ne po e përdorim teknologjinë për komoditet, po sa e rrezikshme është nëse këto aparatura çdojnë edhe ndoshta edhe të kthehen kundër. Në rastin e mjekësisë pastaj është edhe më e frikshme nëse nuk ka një monitorim nga edhe varësia që po bëhet nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, sepse nëse shikohet nga mjekët si shpëtim, le të themi, dhe inovacion, duket sikur del edhe kjo pjesa tjetër pastaj që mund na kundërvihet e gjithë kjo gjë e krijuar dhe prandaj do ta flasim me Denisën. Që ka ndodhur në Kinë edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe për momentin, është për herë të parë është implementuar ligji në arsim që të filloj inteligjenca artificiale të futet në shkollë që në klasë të parë. Që në moshën 6 vjeçare. Është shumë e nevojshme, dishta përdorësh në radhë të parë. Kështu që janë 2 vendet e para të cilat e kanë vendosur me ligj tashmë për fshirjen e inteligjencës artificiale, pjesë të kurrikulave arsimore dhe mbi të gjitha do vinë edhe ato me shkallë, pra do jetë gjithë kohës me shkallë vështirësie. Jam shumë dakord që të mësohet. Është kaq shumë aksesueshme sa që është e nevojshme të aksesohet. Mendoj që ky brez fëmijësh që është duke u rritur tani do jetë brezi absolutisht i të ardhmes që ne kemi parë së paku nëpër filma, ato 2070-at e famshme. Jemi mësuar, kemi parë shumë edhe në filma vizatimore kur bota pushtohet nga robot. Pastaj ke Terminatorin që ti shikon dhe thua me vërtet po sikur të ndodhi kjo, po ja, po ndodh. Prandaj mos harroni të falenderoni ChatGPT-n. Do ta falenderoj. Po. Po e themi ne faleminderit, mirëpafshim ditën e mirë. Do fillim të themi edhe të dua, se në fund të ditës nuk mund t'i bëj keq njeriu të zemrës pastaj. ChatGPT-ja. Tek e fundit. Bravo. Varet domethënë. Ikim tek horoskopi dhe kthehemi pas pak. Ikim. Dashi, mënyra se si veproni kur takoni për herë të parë njerëz të rinj është tipike për shenjën tuaj. Duket se keni gjithmonë një mësim për të dhënë, duke u bërë të prirur për të dhënë këshilla kur nuk është gjithmonë e dëshiruar. Mundohuni të pranoni pikpamjet e të tjerëve për një ndryshim. Demi, filozofia juaj e jetës vjen natyrshëm. Nga ana tjetër, tashmë keni një këndvështrim të thellë për jetën që me siguri e keni trashëguar. Do të ishte interesante që ju të zgjeroheni pak në filozofinë tuaj dhe të përpiqeni që ta ktheni atë në diçka konkrete. Binjakët, ju pririni të mendoni se detajet ju pengojnë të keni një vizion global, por kjo thjesht nuk është e vërtet. Nuk ka asnjë konflikt midis pamjes së afat gjatë dhe nevojave afat shkurtra. Thjesht mendoni se kjo e fundit i pengon të parës. Mundohuni që të mendoni për detajet që ju dëgjeni. Gavorja, pikpamja juaj për jetën ka ndryshuar dhe, mbi të gjitha, ju jeni më të vetëdijshëm. E kaluara nuk ju shqetëson më. Është koha që ju të bëni një shkëputje të pastër nga besimet që ju pengojnë. Ju mund të trondisni familjen tuaj, por ata do ta kalojnë këtë gjë. Luani, mos shikoni prapa, edhe nëse nuk shihni asgjë përpara jush. Ju duhet vazhdoni që të ecni vetëm përpara. Është e vërtetë që kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Sidoqoftë, ndihuni të frymëzuar për ta provuar. Në aspektin sentimental do të ndiheni mjaft të frymëzuar. Virgjëresha, ky do të ishte momenti për të thënë po fatit tuaj. Jeni pak të frustruar sepse gjërat nuk kanë ecur përpara ashtu siç dëshironi, por në vend që të lini frikën tuaj t'ju pengojë, kthejeni energjinë e saj në avantazhin tuaj. Peshorja, qëndrimi juaj pozitiv do të veprojë si një bekim. Një lajm i mirë i papritur gjatë pjesës së fundit të ditës do t'ju befasojë. Sot mund të keq kuptoheni në lidhjen e dashurisë. Nëse ditët e fundit keni pasur vështirësi në punë, këto probleme mund të fillojnë që të zbuten. Akrepi, ndihma e një vëllai ose një motre do të sjellë përfitime monetare për ju sot. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Sot aftësia juaj artistike dhe krijuese do të tërheqë shumë vlerësime dhe mund t'ju sjellë shpërblime të papritura. Shigjetari,
Ju do t'jeni në një gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Ata pjesëtar të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Fëmijët do të kërkojnë shumë vëmendje nga ju, por gjithashtu do të jenë mbështetës dhe të kujdesshëm. Briciapi, mendoni 2 herë përpara se të ndani informacione konfidenciale me dikë pranë jush, ndoshta kjo duhet shmangur sot pasi mund t'ju zbulojnë pa dashje dikujt tjetër. Sot do të planifikoni të dilni me partnerin ose partneren, por një ndryshim i papritur planesh mund ta pengojë këtë gjë. Kjo mund të çojë në një debat të ashpër mes jush dhe të dashurit ose të dashurës suaj. Ujori, kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht nëse jeni të prirur ndaj hipertensionit. Përveç kujdesit për nevojat tuaja si individ, mos i neglizhoni nevojat e anëtarëve të tjerë të familjes. Në punë do të jeni energjik dhe të motivuar nga fillimi deri në fund të ditës. Peshqit, inkurajimi dikujt do t'ju lejojë që të përmirësoni aftësinë tuaj për të fituar para. Gjithçka që ju nevojitet është të keni më shumë besim tek vetja. Përgjegjësitë familjare do të shtohen, duke shtuar kështu edhe shqetësimet në mendjen tuaj. Do të jetë një ditë mrekullueshme në jetën tuaj të dashurisë. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.